Rushi i bardhë apo i zi, ja cili është më i shëndetshëm. Ndoshta të kufizuara studimet tregojnë se rushi në përgjithësi dhe ai i ziu në veçanti janë burime të shkëlqyera të melatoninës. Antioksidantët tek rushi i zi përmirësojnë aftësinë e trupit për përdorimin e glukozës dhe ulin nivelin e sheqerit në gjak. Antioksidantët tek rushi i zi luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundje të zemrës. Antioksidantët luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe humbjes së kujtesës. Shëndeti i syve. Studimet kanë treguar se njerëzit të cilët jetojnë në zonën e mesdheut janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdës së syrit dhe problemet me shikimin. Kjo i atribuohet ushqimit dhe sidomos konsumit të rushit dhe verës që prodhohet prej tij. Ndosë në sasi të kufizuara, studimet tregojnë se rushi në përgjithësi dhe ai i ziu në veçanti ndihmojnë në hormonin e gjumit dhe në cilësinë e tij.